Një aksident të rënd ka ndodhur rreth orës 18:40 në magjistralen Pej Prishtinë, saktësisht në fshatin Zajm të Klinës. Rastin e kanë konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, ku ka bërë të ditur se në aksident janë përfshirë 3 vetura. Pastaj njoftoi se si pasojë të aksidentit kanë mbetur të lënduar 7 persona, të cilat janë dërguar në spitalin rajonal të Pejës për trajtim. Policia është njoftuar se rreth orës 18:40 për një aksident trafiku të ndodhur në Zajm të Klinës. Njësitë kompetente të policisë kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojnë për hetimin e shkaqeve të aksidentit.